Kush është Eldi Dizdari, i njohur si i dashuri i Suada Sherifit dhe Dritan Gjika, kokat e perandorisë të drogës, goditja me Forte SPAK. Aksioni i SPAK çoi në goditjen e grupit kriminal, i dyshohet se drejtohej nga Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, i dyshuar për trafikun e të paktën 50 ton kokainë në Amerikën Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian, në kuadër të një hetimi të zgjeruar ndërkombëtar. Po kush është Eldi Dizdari? I njohur dhe me emrin Denis Matoshi, ai nuk është një personazh i panjohur për autoritetet dhe mediat ndërkombëtare. Në tetor të vitit 2025, mediat belge i kushtuan një artikull të gjatë figurës së tij, të renditur mes emrave më të rëndësishëm, pasaj që autoritetet europiane e konsiderojnë si një nga rrjetet më të fuqishme shqiptare të trafikut kokainës. Sipas artikullit, Dizdari me origjinë antropoja dyshohet se ka pasur lidhje të ngushta me Dritan Rexhepin, me struktura të tjera kriminale që operonin në Amerikës Latine dhe Europës. Autoritetet Shqipëri, Holandë, Itali dhe Belgjik e konsiderojnë atë si një drejtues kryesor të organizatës së quajtur Kompania Bello, një federat grupesh kriminale shqiptare e përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Artikulli ndalet edhe tek pasuritë e konsiderueshme të lidhura me Dizdarin dhe ish-bashkëshorten e tij Suada Sherifi, ish Miss Shqipëria. Sipas dokumenteve të publikuara në emër të saj, figurojnë 9 prona në Dubai, me një vlerë totale prej 17.8 milion eurosh. Tashmë, emri i Eldi Dizdarit rikthehet sërish në qendër të vëmendjes pas mega operacionit të SPAK, që çoi në sekuestrimin e pasurive me vlerë rreth 150 milion euro dhe lëshimin e 10 urdhra arresteve për persona dyshuar si pjesë e një organizate ndërkombëtare të trafikut drogës dhe pastrimit parave.